Gjithë se cili doj vend. Për vete janë thua? Po për çfarë? Për mua, për ty. Cili ka qenë pushteti më i mirë për shqiptarët? Nano, Berisha, Rama, Atëherë. Majko, Enver Hoxha, Zogu. Dëgjoni, për çfarë Zogu? Ma për çfarë se bekoja te. Fal. Kop qepës. Atëherë, nga viti 91, 92 që deri në 98, vetëm flak 3 herë është në Tiranë, 3 herë. E mos ta prish gojën fare çun. Edhe me lokët të bërë me vilam. Tu vjedh tulla, tu vjedh llaçe, tu vjedh dyqanet. Në momenti kur bëshin dyqanet me grila hekri, se çdo 2-3 vjet fillon të grabitja. Ja, kjo është periudha këtia që lavdrohet sot, periudha Salës. Tash ta morë dhe herë Sala të fillojmë nga fillimi. Se të përsëritet prapë thua? Kjo është e keqja. Ne harrojmë shpejt, Jo, po ne jemi tifozën, ne nuk shkojmë me pikpamje politike, a kupton? Kur them që nuk më intereson thjesht për këtë punë. Unë jam tifoz i Partizanit se kam pas pikë klubi Partizanit.